me Blerim Destanin edhe me Noizin jena taku në promovimin e filmit Noizit. Unë e kom pas video për Noizin edhe më herët, kur e kanë arrestu të stacionin policisë për me liru. Për ndryshe nuk kena pas në e farë muhabetit të zgjerum. Falemderit prej tyne që kanë pranu me bu pjesë e videos tonë. Besoj që u ka njona prej një target shumë i madh i arritër. E si prezentus? Si prezentus, nuk e di. Nuk është natyre. Nuk është target joti? Jo. Diçka tjetër që s'na kish palos që kome ndodhë dhe më tutje për këtë kohë? A ka diçka? Na jena të vazhdu me punu në qëto projektet, në qëtë rrugën që jena të e bo, mi thy limitet tona, pavarësisht që na i kina mri shumë limite në audiencën shqiptare, se kontenti jonë është 100% shqiptare.